Miq të emisionit Vikend, siç paralajmëruam edhe në fillim të emisionit, do të kemi të ftuar të cilët do të jemi bashkarisht duke zhvilluar biseda të bukura, bisedat të cilët do t'ju bëjnë që ju t'jeni para ekranit dhe ky vikend të bëhet edhe më i bukur duke ndjek emisionin ton. Do të më shoqëron një i ftuar ku jemi krenar që kemi një njeri të palodhshëm në gjitha ato përgjithësi që i jepën dhe i krijnë ashtu me sukses. Do t'jetë bashkë me mu i nderuari Xhimi. I nderuar, mirë se erdhe. Si ka lut? Mirë. Gzim Ali Mehmeti. Prandaj e lash që të ta përmend emrin kështu bashkarisht dhe Xhimi shkurt. Shumë njofim. Të gjithë. Po. Më trasin Gzim më se kthej kokën. Ashtu? Po. Atërit mirë që thira Xhimi, ndoshta nuk do vishe deri këtu afër me. Faleminderit Runoni. Xhimi, si kalon? Mirë. Në Shkup si është atmosfera, si i adaptuar, edhe pse jemi mësuar të shohim çdo herë me shumë aktivitete të cilët na kanë bërë që t'jesh një ftyrë e afërt me gjithë ne, angazhimet e juaja këtu në Shkup. Është vërtet, në Shkup kam shumë vite që jam aktiv dhe i përcjell shumë këto asamblet e Shkupit, Tetovës, të Kostivarit, Kumanovës. Jam shumë interesuar për zhvillimin dhe teorinë e tyre. Pilem kam pasur bashkëpunim me ato të bërë disa koreografi të treva të ndryshme të Shqipërisë, të Maqedonisë dhe të Kosovës. Që gjithmonë kam qenë aktiv në Shkup dhe kam si shtëpinë e dytë, me të drejtën. Sigurisht. Para se të hym tek ajo cilët është shkaku që je sot këtu, si kalon një vikend i juaj? Vikend? Vikendi im është punë. Punë. Domethënë përmbledhet gjithë java edhe mendohet për javën tjetër, kështu që gjithmonë është lëvizje. Nuk ka vikend për ne artistët vetëm kur kemi pushimet verore që rrim me familjen, se ndryshe s'kemi mundësi. Koncerte, aktivitete, festivale, domethënë çdo gjë në fund të javës, vikendeve organizohen, kështu që edhe ne jemi të ingarnuar me këto. Sigurisht. Je një njeri i cili thash edhe në hyrjet e emisionit që çdo punë e bën dhe mundohesh ta bësh me shumë përgjegjësi. Na trego pak si filloi karriera juaj? I nderuar. Karriera ime kjo është një punë që kam zgjedh edhe është një punë shumë e lodhshme. Domethënë kjo është një punë që duhet punosh gjithkohës non stop. Dhe për të arritur rezultate të mira duhet të kesh gjithmonë punë. Unë këtë zanat e kam filluar që në Kopësht. Kam qenë në Kopësht, kishte një koncert me Kopshtet e Tiranës. Dhe aty kam kërcyer për herë të parë bashkë me aktorin Erjo Mustafaraj. Kemi pas një vallë të Dibrës, më kujtohet. Edhe pava qef e kërcym, dolëm në skenë Teatrit Operës për herë të parë. Dhe pas asaj harrova, fillova në klasë të parë fitova për violin. Edhe një vit bëra violin. U tërhoqja nga violina, s'pata në emocion të veçantë. Në klasë të 5, nëna ime më regjistroi në Pallat Pionierëve për valle. Punova aty 6 muaj, pastaj u çel konkursi për shkollë baletit. Fitova në shkollën e baletit, do të thonë kam marrë 8 vjet shkollë të koreografisë, nga klasa 5 deri në vit 4 të mesmes, ku dola pastaj valltari i asamblit shtetëror të Shqipërisë, asamblit këngëve valle popullore që i themi ne. Po kjo gjithmonë është arritme me punë, me djes, është arrit. Problemi është se unë jam djali vetëm, mos kisha as vëlla, as motor. Baba më kalon shumë të vogël, 3 muaj që se njoh. Edhe vetëm nënën time kisha në shtëpi, kjo s'ka pas në lidhje me artin. Ai ka qenë punëtor në artistike, punonte me këto argjentaritë, me këto baket
E s'kisha lidhje, kështu që kam qa, dhe më thonë, gjithë karrierën time kam arrit me punë. Kështu që ja dola. Me punë çdo herë arrihet. Po na tregon si ishte ajo ndjenja, pastaj fillove të jesh një valltar profesional. Vetëm e ke fituar bindjen e të qenurit vetëm se të zhbër një profesion ajo. Profesioni është, të mund të jesh profesionist është një fjalë shumë e madhe dhe një punë shumë e madhe. Unë kam fillu në vit 4 të shkollës baletit e kam fillu Asamblën e Shtetit. Ma morën atëherë për dekadët e majit. Pa mbaru akoma vit në 4, pa morë diplomën, ma thiri profesor maestro Paret Kanaçi, si elementi i mirë për Asamblën, edhe fillohet të punu me Asamblën e Shtetit. Emocion që në përshkruaj sepse të shifshe Recep Çelikun, Besim Zekti, Lili Cingun, në salë, të bë provë me ato. E ti ishe një fillestar i këtij zanati, ishte tjetër gjatë. Po, vazhdova, eca. Dhe mentorët e mirë, shembull ke pas ku të merë. Unë fatin më të madh brezi im e ka sepse ka pas pedagogët më të fortë, më të mirë që kanë qenë. Do të thonë, ka qenë periudha, do të thonë, ai brezi pedagogëve që kanë marrë në Rusi, kanë marrë në shkolla shumë të forta, dhe atë ne kanë dhënë me shumë dashuri, me shumë pa ndrojtje, pa majta zë për vete, çka kishte domosdoshmë ai ishin. Dhe kjo na dha mundësinë që ne ishim më aktiv, më të zhdevjellët, më teknik, ndoshta në krahasim me trupat që i shifrim aty, me valltarët. Po më ka bërë përshtypje shumë të madhe një shprehje e Hysni Zelës, këngëtarit të Asamblit të Këngëve Popullore. Hysni Zela është këngëtar me emra dhe shumë autoritet në skenë. Gëzim tha, kur mos të pyesësh si isha në koncert, atëherë e bë artist. Dhe një fjalë qofse kuptuat. Kur ti mos të pyesësh tjerët si isha në koncert, atëherë e bë artist. E din më që i kompletua. Edhe shprehje më kanë ndjek gjithë jetën. Derisa unë shumë shpejt mora emërimin e solistit i parë i Asamblës së Shtetit. Kërceshëm në krah Recep Çelikut të Lili Cingut. Edhe patëm ishte një periudhë shumë e bukur dhe e lodhshme. Se dhe çdo gjë lodhe ka dhe bukurinë e vet, ka atë kënaqësinë që merr, dorë të kitje që t'jep publiku. Të ka bën ajo që ta kesh atë bindje se do të jesh një të them edhe një njeri, një personalitet ku do ta vazhdojsh edhe më tej ja tash edhe me koreografi të ndryshme dhe mos të heq dorë nga ky profesion. Zanati jonë është shumë delikat. Një koreograf, po nuk që e valltar i mirë, nuk është koreograf, sepse duhet ta shpjegosh atë lëvizje dhe atë figurë në mënyrë më perfekte që të tjerë të marrin pastaj të mirën tënde. Jo të plotën, po të mirën. Paktën del diçka më e bukur, më e saktë në skenë. Kështu që koreografi ka shumë ngarkesë emocionale, ngarkesë muzikore, ngarkesë lëvizjesh, karakteri, duhet rryj zonën ku përcaktohet valli që do krijohet. Do janë shumë gjëra që i man në ngarkesë. Kështu që s'kemi as në vikend. Vikendi jonë është dëgjoj muzikën, hapat, shif videot, mendoj asi. Kështu që marrim informacione të ndryshme nga gjitha anët. Derisa jemi tek ideat, muzika shqiptare, por edhe vallet të krahinave të ndryshme, nuk është që kemi shumë për të marrë shembull, ndoshta për kemi edhe shumë për të mësuar. Sa e bën kjo një koreograf ta ketë më të lehtë, themi, por sigurisht që e bën ndoshta që ka mundësia
nga ti merr ato gjërat më të bukura, si nga muzika, si nga vallet e ndryshme. Ne kemi ende vallet vjetra ndoshta që si kemi përpunuar ende. Ka, domethënë, folklori i shqiptar, mbarkombëtar, jo shqiptar, por mbarkombëtar, ka një folklor të jashtëzakonshëm. Mund të them që ne jemi vendi i parë në botë nga kostumet, nga koreografia, nga elementet që ndallojnë me shtete tjera. Është shumë e vështirë që të dallohet zona nga zona në koreografi ose në studim. Kaq që lidhur është, kaq që përbashkët, që nuk ke mundësi të marrësh dhe të japësh atë që duhet. Sepse është shumë delikat. Për një lëvizje, ti kalon në zonën tjetër të karakterit. Për një lëvizje. Sigurisht. Kështu duhet të jesh shumë strikt, shumë rigoroz në karakteret e valleve. Kështu që unë jam mundu, domethënë gjithmonë kam pas dëshirën që unë të studioj, të shoh, të lexoj. Bilem po të jap rastin tash në ansambrin e këngëve valle popullore në Maqedoninë e Veriut. Ansambli shqiptar. Po bëjmë vallën e Rexhës. Ashtu. Dhe më ka dashur të studioja shumë kohë përpara për Rexhën. Si erdhi, si u arrit, domethënë si që erdhi kjo histori, si u arrit të zhvillohet si legjend, si u organizu dasma, si u organizu pastaj vdekja, si domethënë ka një histori shumë të dhimbshme që të gjithë e dim që e vrau Kali. Ashtu. Në fakt, te e vret Gjaja. Dhe nga historia që kam lexu, Rexhës i vdes baba shumë shpejt. Nëna për mos me dal nga kjo derë, martohet me Kunatin. Me Kunatin ka dhe 2 vajza. Ditën e dasmës, baba i Rexhës, domethënë Kunati ose Gjaja i Rexhës, ka frikën e pronës, që ky do martohet dhe do gëzoj gjithë pronën. Edhe ditën e dasmës e vret. Edhe vret ke salla e kuajve. Që ka një histori shumë bukur, shumë interesante dhe unë jam mundu domethënë që ta përshtas në skenë me zakonet e dasmës, si fillon dasma, si përgatitet dasma, gjatë dasmës kur kërcen nona me Rexhën, vje ky baba, domethënë Gjaja i vërtet me Rexhën, si e nxjerr nga skena për me çu ke stalla kuajve, e gjen nona të vdek, kthehet nona në skenë, kërcen vallën këngën e Rexhës. Domethënë kam bërë një kolazh që të tregohet si edhe si dramë. Jo mos jetë vetëm koreografi e valle. Po të tregoj një histori shumë të bukur dhe shumë interesante, që kjo histori është shumë e veçantë në llojin e vet. Dhe mua vjen mirë, domethënë unë gëzova shumë kur më thanë që do bësh vallën e Rexhës, sepse po kthehet si histori në koreografi. Ashtu. Diçka do arrisim. Shpresoj. Na trego pak, nuk kanë munguar bashkëpunimet në të gjitha trojet shqiptare. Sa të bën kjo që të jemi krenar një këto bashkëpunime që po na ndodhin, anë mban trojeve tonë? Unë kam pas fatin që kam punu me ansambrin e Mindiraku në fillimet e ardhes në Shkup. Domethënë, mos them 3-4 breza i kam përcjell. I kam punu me ato. Me shumë valle, si të Shqipërisë e të Maqedonisë. Pastaj kam punu me ansambrin Ive Palikuqe. Aty kam vënë 2 valle. Kam punu me ansambrin të Kosovës. Punoj me ansamblet e shqiptarëve të Zvicrës. Domethënë kam 2 ansamble që punoj aty rregullisht, bëjmë koreografi të ndryshme, kështu që organizimi im ka qenë shumë i ndjeshëm ndoshta edhe në Maqedoni. Të shohim rezultatet që do kemi tash në ansambl shtetit, po më vjen keq pak për situatën në ansambl shtetit. Situata është pak e rëndë atje sepse ka ndryshuar drejtorët, ka ndryshuar disa rregulla, ato që kanë qenë
vallëtarë për 5 vjetës që janë jashtë, quhen vullneterë sot. Po. Që ato 5 vjetë kanë dhënë djerës, kanë dhënë në shpirtin, në jetën aty. U krijuan ato artistë edhe tash për një moment për një fjalë, po. Për një fjalë. Po. Jo shkollë e mesme, jo gjimnas. Po. Asgjë s'ka ma tepër diçka. Ora, asamblea shtetërore ka një rregull, po. Ose një ligj, ose një kriter për me hyjë e punë. Pse duhet bësh ti para 5 vjetësh një kriter, edhe mas 5 vjetësh kriter tjetër. Ai kriter që është në fillim, ai vazhdo. Po. Për fat keq shumë artista mbetën jashtë. Po. Vjen cilët u dha shumë mund për atë. Vjen me një dëshirë, vjen me një pasion për me bën gjë të bukur. Sa një sallë, provave, shef gjysmën e kanë kokën poshtë. Nuk është vullneti. Qatë të më shumë. Edhe ato hatëri që njofin, kam shumë njësi me vallëtarë që hatëri që thotë gëzim për vetëm për te i povim. Për fat keq. Shpresojmë, sot kishim i takim shumë të rëndësishëm, që na dhanë fjalën që do të rregullohet diçka e mirë, me shpresë domethënë që të realizohet. Se do isha shumë keq, shumë gjuna për pjesën e mbetur jashtë. Sigurisht. Se kuptoj, domethënë ato që kanë qenë të krijojnë të dalin vullneterë sot, është fatkeqësi. Sot e gëzim, ne kemi një bashkë qytetarët tonë të cilët ka një ansambël shtetëror, por ndryshime që ndodhin në shtet, ata e konsiderojnë atë ansambël si të shenjtë, ndërsa të ne po ndodh e kundërta. T'ju them diçka. Në vitin 91-92 u bë rotacioni i Shqipërisë nga diktaturë demokraci. Në 93-shin 90% e asamit shtetit shqiptar u bë me test partije PD-je. Ishim Partisë Demokratike. Në 94-ën doli një ligj që të gjithë artistët të jenë të pa parti. Edhe detyruam që të dorëzojmë testet. Pavarësisht vota. Në votime mund të jemi PD-s, mund të jemi Partisë Socialiste, tjetër partije, ke vota votoj atë që duan. Sigurisht. Apo duhet të jetë frymë e partisë asamblej. Po. Unë kom kërcy me gjithë kryeministrat, me gjithë presidentët, gjithë e kom kërcy. Sepse asamblea shtetërore. Po. Sot, po them sot, fakti që nesër vinë gjithë kokat e botës në Tiranë. Po. Kryeministri jonë nuk nxjerr as operën, se opera kanë gjithë bota, nuk nxjerr as balet, se balet ka gjithë bota, po nxjerr as në shtetit, që tregon kulturën e i vendi. Shumë e vërtetë. Në 2 samitet e fundit që ka qenë, në Tiranë ka qenë asamblea shtetërore. Po, kemi qenë dëshmitar të asaj që kemi pa. Edhe gjithë ngelen habit. Po. Se operën Traviata e bën gjithë. Po, sigurisht. Baletin Lola e bën gjithë. Po. Gjithë bota. S'krenohesh do të thotë. Ti krenohesh me folklorin, me historikun të artit. Ka pasi diçka të mirë në kohën e diktaturës. Po. Që arti është vlerësuar shumë. Edhe po ja them sinqerisht, ne shkonim me një shtet, bënim turne në atë shtet, 1 javë, 2 javë. Dhe mas 3 muaj u hapte ambasada shqiptare në atë shtet. Ambasadorët pa diskutueshëm. Do ne shkojmë tregojmë kulturën e një vendi më valla. Po. Kostumet, vallet, këngët, gjitha. Ashtë. Edhe ne ishim hapi parë i marrëdhënies midis shteteve. Sigurisht. Edhe sot u arrit që të bëhet një asamblë shtetërore i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Arritja më e madhe. Po. Që ti të jesh paralel me asamblën Tanec, që ka 70 vjet. Ashtë. Ti të jesh paralel me atë, ti jesh i së me atë, ti jesh ballë për ballë me atë, ti jesh bashkëpunim me atë, të kërcesh nesër mund të bëhet një koncert i përbashkët. 30 minuta asamblë Tanec, 30 minuta asamblë shqiptarëve të Maqedonisë. Ku ka gjë më të bukur, më të rëndësishme. Ashtë. Po të vi tash momenti që të vallëtarët më të mirë dalin vullneter. Po ato din ta vlerësojnë atë i nderuar. Nuk e di. Nuk e di, është për fat keq. Për fat keq. Është një lapsus që
o është bërë qëllimisht, ose është bërë pa dije. Këto dy janë, s'ka shanse tjetër. Megjithatë, arritjen të mirë. Ajo është realiteti, po. Nuk mbete edhe pa qenë një përfaqësues edhe i organizatave ndërkombëtare të vallëzimit. Kjo bëhet ndoshta zgjidhet në ato momente apo gjendet një person i cili shifet që e don vlerën, e don artin. Po, është... Je në organizatën FIDAF, cila... Jam 2 organizata. Po. Na trego pak si funksionojnë atë organizatat? Federata FIDAF, Ashtu. Federata Internacionale e Festivaleve të Vallës, Ashtu. është me selinë e Koreas të Jugut. Aty bëhet çdo 2 vjet kongresi. Më prezanton FIDAF Kosova, që i kam shumë mikesh, kolegen time Zymrie Kresevsi, çon CV-n time. Vetëm nga CV-ja kanë votu dhe janë pranuar si përfaqësues i Shqipërisë në FIDAF. Ashtu. Më vonë, mas 3 vjetësh, më erdhi kërkesa nga kryetari i IOV-it për me qenë antar i IOV-it. U bëra antar i IOV-it. Pastaj më kërkuan që të isha kryetari i seksionit të IOV-it për Shqipërinë. Edhe këtë dokumentacion e bëra gati, u pranova si antari, si kryetari i seksionit për Shqipërinë. Shkojmë në për kongrese, në për samite, kemi bashkëpunime nëpërmjet festivaleve. Unë kam një festival që bëj si FIDAF. Do të lidhemi edhe tajtët. Ishte viti 5 ky që u bë. Edhe jemi të organizuar dhe jemi të ndërlidhur në gjithë botën. Se 330-320 festivale ka IOV-i, 70-80 i ka FIDAF-i, kështu që ne kemi informacion nga gjithë. Domethënë pjesa e informacionit nuk na mungon dhe festivalet çfarë bën nëpër botë. Kështu që më ka dhënë shumë dorë dhe kjo pjesa e angazhimit tim ndërkombëtar me këto organizata. E cek edhe festivalin që organizoni edhe në Tiranë. Na tregon cili është karakteri dhe si rrjetë, domethënë. E thotë që është viti 5 me radhë ashtu. I viti 5. Festivali quhet International Folk Festival Tirana. Ashtu. Është festival ndërkombëtar. Pjesa e Shqipërisë është vetëm si përfaqësuese, si përshëndetëse, sepse ne nuk e kemi në kriteret e festivaleve që vendi organizator të jetë edhe konkurrues, sepse vendi organizator është pritës. Dhe kjo është një që është shumë pozitive për pjesën e festivaleve, sepse mund të vi shumë grupet e merr Shqipëria që organizon. Sigurisht. S'ka vlerë pjesa e Shqipërisë. Ne kemi vlerën të tregojmë çka kemi nëpërmjet të koncerteve dhe grupeve që kemi të ftuar në festival për folklorin shqiptar. Këtë e shohin edhe shtetet, domethënë çdo ka një program. Kështu që festivali është i certifikuar nga FIDAF, ka certifikatën, ka shumë anë pozitive, edhe mbështetje shumë të madhe nga Bashkia e Tiranës, nga Ministria e Kulturës së Shqipërisë. Domethënë njihet si festival i saktë dhe tani ka filluar të bëhet akoma më bindës për aktivitetin që bën, sepse bëhen festivale të ndryshme, 1 ditë, 2 ditë, merr hap bukik të kalimtare. Ky festival ka filluar me qenë me kam tokë dhe është shumë bindës ke pjesa e qeverisë dhe drejtimit të Bashkisë Tiranës. Kam pas mbështetje të mi nga ato. Sigurisht. Do të vazhdojmë bashkëpunimi me të gjithë ato të cilët do të kërkojnë mbështetjen tonë. Sigurisht ansamblet këtu të flasim për ansamblet këtu në Maqedoni, ansamblet shqiptare. Të vetëm gjë që unë se mbyll kur derën është aktiviteti edhe bashkëpunimi. Është, domethënë, është një kënaqësi, një krenari, një motiv për të vazhduar jetën artistike. Bashkëpunimi është gjithmonë shumë i mirë për të gjitha anët, si nga pjesa ime, si nga ana tjetër që bashkëpunon me mua. Kështu që unë jam mikpritës dhe jap gjithmonë okejin. Nuk ka asnjëherë jo. Nuk di të thënë jo. Shumë interesant kjo pjesa, sa vallet e vjetra dëshiron Gjimi ti përpunon, të jenë në skenë përsëri. Kemi vallet cilët disi janë haru,
janë lënë pas dore. Ajo është një thesar i pazëvendësueshëm i folklorit shqiptar. Të kesh një repertor, sa kemi punu, sa kemi kërcy vetë, se repertori duhet ta kesh në kamp. Po se pa të kërcy atë vallën nuk e mamen kurrë. Kështu ne kemi këtë fatmirësi kam që unë i kam kërcy këto valle, kam në brendësi të shpirtit tim. Edhe kam shumë thjesht për me dhënë dhe për me tregu grupeve që më kërkojnë për ndihmë. Edhe se kam problem. Orar pa orar, ditë pa ditë. Vetëm moment që jam i angazhuar me federatat që nuk mund të lëviz jashtë Tiranës. Pjesën tjetër pastaj kam të lirë. Do të pjesë, për shkak se ansambli shtetëror, kur është formu, janë marrë disa nga vallëtarët, se kanë me të vallëtarë të mirë edhe në për ansamblet të cilët ekzistojnë themi gjysmë profesionale në vendin tonë, por janë marrë disa dhe janë pjesë e ansamblit shtetëror. Sa shifët ati se ka shpresë që ai ansambël tjetë një ditë i kompletuar? Shpresa shumë e madhe. Ne në Shqipëri kemi shpresa vdesa fundit. Gjithë themi ashtu. Po unë kam njoftë të gjithë elementin pa u kriju ky ansambël shtetëror, sepse kam punu me këto. Me Gjeletin Zeqin kam punu, me Asamin Minduraku po, me Asamin Palikuqe po, që kanë qenë me Kumanovën, që kanë qenë bërthama e këtij ansambli shtetëror. Edhe elementet i kam njoftë. Bilem kam qenë edhe disa herë promotori i emrave. Jo, ky. Ma kanë marrë mendime dhe kam dhënë të sinqert, pa baskena. Normal. Duhet din të gjithë që punojnë gjën sot. Domethënë kërcimi është i vetmi zanat që nuk do mik. Sepse atë, në qoftë se fut me mik valltarin, e dëmton. Ai do dalin skenë. Dhe shohin mijëra, qindra spektatorë. Është i vetmi zanat që nuk do mik. Po se more me djerës, më mirë mos i vja se puna. Po fillove, ky i partisë kësaj, ky është i partisë kësaj, futes o i partisë, hajde i bëjmë qevin kryetarit. Ska gjë. Maro. Qyret moment vdes ansambli. Përveç asaj, kjo ansambël nuk ka edhe godinën e vetë. I nderuar. Ju atë problem Shqipëria nuk e ka pas. Më intereson kjo pjesa shumë se ju kur keni filluar në ansambli shtetëror, ansambli ka pat godinën e vetë, ka qeni kompletuar. Sa e pengon ansambli që mos tjetë në vendin e dur? Këtu ka një gjë të mirë. Është një pozitiv, është një shenjë pozitive ansambli Tanec. Ansambli Tanec ka godinën e vet, ka sallën e vet, ka garderobën e vet, ka gjitha të vetat, sallën e korrit, sallën e orkestrës, domethënë ka një institucion. Për 5 vjet do të ishte bodë ky institucion. Nuk e di ku është pengesa, ku është vullneti, po ky për 5 vjet do të ishte një godinë. Ashtu. Ma atë godinë që i kanë çu ke armata? Po, të shtëpia e armatës. Shtëpia e armatës. Çfarë është aty? Aty shef një njerësirë. Ashtu. S'ka një organizim. Dve një ambasador, do të bësh një mini koncert, ti nuk e kostumet aty. Kostumet janë diku tjetër. Gotinë tjetër. Po. Ti nuk ke i garderobë aty. Nuk ka i dush, nuk ka i... Janë shumë kushte artistave, nuk është vetëm thjesht i jepi sallë dhe kërce. Po. Janë shumë kushte që duhet të kryesh artistit. Pra në duhet godina e re. Godina e re, po të shohësh të gjitha ansamblet shtetërore kanë godinën e vet. Ne jemi godinë bashkë me Teatrin e Operës, sepse ashtu e ka ligji. Normal. Ansambli Shota në Prishtinë
ka godinën e vetë. Po. Asami Tanec ka godinën e vetë. Kollon Beograd ka godinën e vetë. Lado kam qenë atje ka godinën e vetë. Të gjitha asamne që po të flasëm janë profesioniste. Unë kam parë. Ashtu. Kam qenë mysafir, kam taku, kam pas bashkëpunime, kam pas biseda. Tash me arë ka asamne shtetit, i shqiptarëve të Maqedonisë, drejtori është godin tjetër, trupa është godin tjetër. Unë vip pa makinë. Do të më shku nga drejtori, gjysore në kam. Kjo është asamne shtetit. Kjo është organizimi një asamne shtetëror. Nuk po them unë, s'po. Si detaj, si shembull. Normal. Si pjesë e organizimit. Me të dhëmë më të qartë, po. Kjo është fatkesi. Presim për ditë më të mira. Shpresem, unë kam qef të ndjek gjithmonë, e kam ndjek edhe për para, jo se kam qenë jashtë të asamit. Bilem bashkë kemi qenë me By Çekmeçe në Istanbul, para 2 vjetësh, që asamit zonë i vendin e parë, dhe më shumë risha me valltarët e asamit të Maqedonisë, sa me shqiptarët që kisha ati. Kam një njohje, kam një afrimitet, kam një bisedë, po që janë shumë kushte, shumë të varfëra, shumë për pjesën e asamit shqiptarëve. Më bje keq kjo pjesë. Kjo është e dhimbshme. Po. Tu të dhëmë, shpirti. Mos ta kalojmë kështu në qaj tani. Se ne po filluam qaj, nuk din përveç koreografisë regjes, pritet diçka tjetër nga ju në momentalisht të angazhohesh në diçka tjetër atë nderuar, por kam një projekt ashtu. Më vonë, por nuk e bëj dot sepse nuk është vendos ashtu. Definitivisht. Por pritet diçka të ketë risi? Pritet një risi tjetër. Shpresoj që kjo Valle e Regjës të dalë mirë. Ashtu. Shpresoj që të arrihet një nivel artistik moralisht tjetër. Ashtu. Kjo është para valltarit do të jetë i ngritur moralisht. Po. Po s'pati moral, po s'pati dëshirë për punë, ti çfarë do të jesh. Jo unë, po të vi koreografi më i mirë në botë. Po. E shef trupën atë gjende pesëvator dhe koreografi. Plus, kjo trup vjen mas 8 muajsh pushim. Ashtu. Zanati jonë është po ta lesh i ditë të levit. Po. Nga e përgatis muskët. Jo 8 muaj. Domthon, deri sot kam 2 javë që punoj, si kam nxjerrë akoma djersën e parë aty në valltarëve. Sepse e shoh që nuk japin atë që du. Ashtu. Edhe jam të rreq pak nga kërkesa e punës. I le qetë vetëm të marrin me lëvizjet edhe figurat. Po. Që të zhvillohen të ecin, të lëvizin. Sigurisht. Se duhet përgatitet që të japësh rendimenti. Ashtu. Këtu është problemi, është e vështirë. Do t'ju kemi përsëri me kompletimin e Vallës Regjës, por edhe me risi tjera. Unë të falimderoj që krahas ative angazhimeve që ke, të falimderojmë edhe publikisht që je në Shkup, je të ansambli shtetëror dhe po na kompletoni disi, po na jepni ato përvojat e juaja. Ajo është një falimderim i veçantë nga gjithë ne shqiptarët këtu në Ilirit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe për kohën që kënda. Faleminderit. Kam për detyrë që unë do të jem sa më aktiv. Se më kam prit mirë, e do të jap rezultate shumë më të mira. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Të nderuar miq, kjo ishte biseda që përgatitëm për sot. Do të vazhdon Semra me ju. Është me të ftuarin e saj, ku do të jetë edhe ajo bisedë e bukur. Vazhdoni, qëndroni me ne.